Po personalisht ja kam thënë dhe shokëve të Këshillit të Mandateve, po t'isha një nga ata, unë do i ktheja mbrapsht. Ato 16.000 faqet, si një qasje jo serioze. Për mua ofenduse, po unë mbase ofendohem letë. E përfaqësuesit pushtetit të pavarur gjyqësor ndaj përfaqësisë së pushtetit të pavarur legjislativ. Dhe pikërisht si iluzion optik. I mbani mend kur keni qenë fëmijë ato pasqyrat e thyera që kapnin diellin dhe ja përplasin syve dikujt, një gjë e vogël dhe duket sikur të vinte gjithë dielli përballë, ashtu janë ato 16.000 faqet. Ulsim Manja më ka shpjeguar një herë fenomenin e volumeve të mëdha të kërkesave të prokurorëve me fjalët e ndjespas Stavri Çeços, profesor i nderuar i Fakultetit Drejtësisë, i cili thoshte: kur s'ka prova bindëse shkruhet gjatë se flet prokurori. Kur ka prova bindëse shkruhet shkurt se flasin provat. Por më e rënda sipas meje në urvajtjen e prokurorit pranë kuvendit është diçka tjetër. Paraqitja e një incizimi të një bisede mes një të pandehure me një bashkëbiseduese. Ku e pandehura, shpjegoj, sipas prokurorit, na qenë kesh kërcënuar. Dhe ku sipas shokëve të Këshillit të Mandateve në atë proces verbal, nuk përmend asgjë kundi në atë bisedë Belinda, ministria, titullaria, apo ndonjë gjë që duket si një kërcënim real. Tani, besojeni ose jo, unë vetë as nuk e kam dëgjuar, as nuk kam ndërmend ta dëgjoj këtë kërcënim të incizuar apo të lexoj proces verbalin. I kam të merr këto forma, po drejtësia ka detyrën e vet t'i përdori, që e pas ka shtyr prokurorin të marrë gjitha do të përpjet dhe të vitë kërkoj nga Parlamenti i Shqipërisë arrestimin e një deputete e cila, një kujtesë e vogël tu, është prindi vetëm i një vajze minorene, nuk po marr fare as për bazë faktin që këtë kërcënimin prokurori e kishte, apo jo, e kishte, edhe për para se sa ta pezullon të ministren. Ndërkohë që e nxori vetëm kur ra masa e pezullimit. Duke e përdorur si rrethan rënduese për të kërkuar me çdo kusht arrestin në një turavrap i cili më shumë se sa një hap logjik i një procedure ku shfaqet një dhënë e re, ngjan me një reagim emocional. Ndaj rrëzimit masës pezullimit nga gjykata kushtetuese. Por nejse. Unë nuk po them fare as që një thënie një të pandehuri në të njëjtin procedim nuk ka vlerën e dëshmisë. Dhe thëniet e tij merren me rezervë pasi nuk mund të konsiderohen si provë në kuptimin që ka prova në kodin penal. Dhe këtë e thot kodi, nuk e them unë, por nuk e quaj. Unë po e zë tani se e pandehura i thot bashkëbisedueses në telefon. Belinda Balluku personalisht më ka lidhur pas karrigës. Më ka vënë në fyt një thik që kishte edhe disa pika gjaku të tharë.
dhe më ka thënë do të vras. Po nuk the kështu, apo